Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ka vendosur ndalimin e përkohshëm të importit të gjitha llojeve të formulës për foshnjë Aptamil pas njoftimeve nga sistemi i alarmit të shpejtë për ushqim dhe ushqim për kafsh RAS. Mbi praninë e mundshme të toksinës cereulide, një substancë që mund të paraqesë rrezik për shëndetin. AUV njofton se produktet që kanë hyrë më herët në treg janë ndërmarrë masa të menjëhershme parandaluese, përfshirë tërheqjen nga qarkullimi dhe kontrolle të vazhdueshme në terren për verifikimin e plotë të tyre. Vendimi ka hyrë në fuqi më 11 shkurt 2026 dhe zbatohet në të gjithë territorin e Republikës së Kosovës, me qëllim mbrojtjen maksimale të shëndetit të foshnjeve dhe konsumatorëve. Ndërsa televizioni Syri ka raportuar në vazhdimsi dhe ka informuar publikun për çdo ndalesë të mëhershme të vendosur nga AUV, ndërsa tash vendimi i fundit parashën ndalimin e plotë të produktit Aptamil pa dallim serie.